Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të jetë në bashkëqeverisje me Partinë Socialiste. Lajmi është konfirmuar nga kryetarët e dy partive pas një takimi në selinë e Partisë Socialiste, i cili zgjati rreth 30 minuta. Në një prononcim të përbashkët për mediat, Rama tha se partneriteti PS-PDIU vjen pas rezultateve të arritura nga PDIU në zgjedhjet qendrore të 23 qershorit. Rama tha se pikënisja e këtij bashkëpunimi do të jenë zgjedhjet lokale të 21 qershorit, ku PDIU do t'i lihet hapësirë për prezantimin e kandidatit të përbashkët në zonat ku kjo parti ka më shumë influencë. Së bashku me PDIU-n, ne do të jemi në bashkëqeverisje dhe natyrshëm kemi diskutuar edhe për stacionin e parë të këtij rrugtimi, që është stacioni i zgjedhjeve vendore të 21 qershorit, ku do të dalim së bashku me 61 kandidat të koalicionit qeverisës dhe me një vëmendje të veçantë ndaj opinionit PDIU-s në disa qarqe ku edhe influenca politike e kësaj partie është më e qëndësishme se sa në qarqe të tjera ku sidoqoftë ne konsiderojmë PDIU-n një partner mjaft të rëndësishëm. Ndërsa kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpërtimi Drizi tha se fillimi i bashkëpunimit me Partinë Socialiste ishte që kur 5 deputetet e kësaj partie në korrikun e vitit të kaluar bashkuan votat me qeverinë për të miratuar hartën e re territoriale. Në një bashkëbisedim të frutshëm me kryetarin e Partisë Socialiste, sigurisht duke vlerësuar dhe momentin që zgjedhjet lokale janë në prag, dhe ne kemi përgjegjësinë qytetare por dhe politike edhe për ndarjen e re administrative, e cila bëhet në kushte komplet të reja, që të gjejmë pikat e bashkëpunimit. Kreu i Partisë Socialiste nuk ka nguruar të japë sqarim lidhur me 15 kandidatët për bashki që do të propozohen nga Lëvizja Socialiste për Integrim, sipas të cilit media dhe opinioni publik e kanë keq interpretuar. Gabimisht, por edhe për shkak besoj të mënyrës si është proceduar në të shkuarën, ju raportoni se ju dhanë 15 bashki Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërkohë që ne nuk kemi bërë dhe nuk do të bëjmë ndarje bashkish mes partive, por do të bashkojmë të gjitha partitë e koalicionit tonë në mbështetje të një kandidati në çdonjërin nga 61 bashkitë. Pas zgjedhjeve të 23 qershorit, PDIU ka qenë në koalicion me opozitën me 5 deputetët e zgjedhur Aqif Rakipi, Tahir Muhedini, Dashamir Tahiri, Homer Mamo dhe Shpëtimi Drizi.